Dhe diçka që njerëzit nuk pëlqejnë ta thonë me zë të lartë është se biznesi online nuk është për të gjithë dhe nuk është ndonjë problem i madh në fund të ditës. Ky rrugtim kërkon shumë durim, konsistencë dhe rezistencë emocionale. Prej teje kërkohet që të vazhdosh të punosh, vazhdosh të jesh prezent, edhe atëherë kur duket sikur askush nuk po të shikon, sikur askush nuk po interesohet të blej për produktet e tua, edhe atëherë kur duket sikur gjërat nuk po funksionojnë. Ti duhet vazhdosh të bësh ato që ke për të bërë. Duhet të ndeshësh me këtë ndjesinë sikur nuk je mjaftueshëm i kualifikuar, sikur nuk je mjaftueshëm i mirë për atë që ofron apo për atë që bën. Shpesh mund ta gjesh veten duke u krahasuar me të tjerat, do të ndeshesh me refuzimin, do të ndeshesh me dështimin. Dhe nëse nuk je e zonja që të vazhdosh edhe atëherë kur gjërat vështirësohen, do të jetë shumë e vështirë që të rritesh në terma afatgjatë. Prandaj, nëse ti je dikush që të pëlqen të mësosh, të pëlqen të rritesh, të pëlqen të provosh, të testosh, kjo rrugë është për ty. Por nëse po kërkon përzgjidhje të shpejtë, për para të shpejta, atëherë kjo rrugë nuk është e duhura. Dhe këto fjalë mund të të kursejnë shumë kohë.